Pra po them, isha toksike, e bëja këtë gjën dhe në fund të ditës shkoja në shtëpi, po s'isha e lumtur me veten ose gjatë të këtij tipi, pra çka kanë qenë barrierat. Shiko, në tentativë për ta unë nuk e kuptuar. kuptoja veten time si toksike, unë thjesht merra gjitha të vëmendjen nga ai, gjitha të përkushtimin nga ai dhe nuk ngopesha nga kjo gjëja. Edhe narciste, përveç toksike edhe narciste, të mërshme domethënë. Po, vetëm për veten tënde gjithmonë. Vetëm për veten time. Domethënë, se ç'a ndjente ai, se sa keq mund të ndjej ai nga një veprim i imi që bëja. Unë i bëja blok një herë 3 ditë mëra. Me vërtet? Të betoha. Edhe gjatë kohës që ishit lidhur? Ishëm të lidhur, unë i bëja blok out of nowhere. Kot se ma jepte truri, më prisha qefi për diçka, bab blok. Dhe pretendoja që kur ti hiqa blokun, e merja direkt në kamerë dhe të hapte kamerën. Nëse ai nuk hapte kamerën, bëhet nami. Bëhej nami. Më thonë, unë nuk e di se si më ka duruar. A ka qenë vërtet një malok ai? Ç'a maloku ka qenë?